إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Falënderimet tona të përzemërta janë për Allahun. Zotin tonë falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje, mbështetje, udhëzim e furnizim kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë me bindje të thella të cila buron nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit se nuk ka Zot tjetër posa Allahu që meriton adhurim dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i Tij i fundit. Paqja, bekimet dhe shpëtimi i Zotit qofshin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe të ndershme, mbi shokët e tij trima besnik dhe me gjithë besimtarët që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre me ndershmëri deri në ditën e fundit. Të dashur besimtarë, pafund dhe falenderojmë Zotin që edhe në këtë ditë të bekuar të xhumas na mundsoi që me mëshirën e Tij të pamatur të përgjigjemi thirrjes së muezinit kur na thirrri për namazin e xhumas. Nga se vetë Allahu na urdhëron në Kur'an duke thënë: o ju besimtar, kur të bëhet thirrja për namazin e xhumas, nxitoni tek përmendja e Allahut dhe lëni përkohësisht tregtinë dhe punët e dynjas, nga se kjo është shumë më e mirë për juve, sikur ta dinit. E padyshim që prezenca jonë në xhami në këtë orë të bekuar është begati e madhe. E begati dashur besimtar janë të lloj-llojshme dhe janë në nivele të ndryshme. Mirë po si transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, duke na përshkruar begatin më të madhe të cilën besimtari arrin këtë botë, thot walladhi nafsi bi yadi. Thot pasha Allahun i cili është një dhe i vetëm. Nuk i është dhënë besimtarit ndonjë begati më e madhe. Nuk ka mundësi besimtari mi arrit një begati më të madhe se sa të ketë mendim pozitiv dhe mendim të mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe pasha Allahun që nuk ka Zot tjetër pos Tij, nuk ndodh që një besimtar me mendu mirë për Allahun, vetëm se Zoti ka më u përgjigj mendimit të tij të mirë që ka për Zotin. Kjo është një fjalë që e thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, e që kanë dëgjuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga se sahabët, shokët e dërguarit Zotit, nuk ndodh mi thonë një fjalë nga hamendja vetëm se duke qenë bazuar në fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tani lexojmë edhe një herë këtë fjalë të madhe dashur besimtar. Nuk ndodh që muslimani me mendu mirë për Zotin, vetëm se Allahu ka më u përgjigj mendimit të tij të mirë që ka pas për Allahun. Po marrim një shembull. Dikush prej neve ka mundësi me u godit me smundje. Ka njerëz që ndohen dy grupe. Njëri thotë më ka dënu Zoti, e që Zoti nuk pas ka rahmet, e Zoti po do më maltretu, e Zoti kështu ashtu, duke pas mendim të keq për Allahun, Allahu na ruaj. E për besimtarëve ka që mendojnë mirë për Zotin, duke thënë elhamdulillah më ka sprovu Allahu, don Zoti më fal mëkate, do më ngrit në grada. Dhe padyshim se Allahu është i mëshirshëm, është mëshirues, mëshirplot, Allahu ku më çoj ilaç. Pra kush mendon se Zoti ka mëshiru, duke u bazuar në emrat e Allahut, thot Zoti ka më u përgjigj mendimit të tij të mirë. Dikush e ka fëmijën e devijun, nuk i fal namaz, vrapon mas drogës, mas alkoolit, mas punëve të këqija. Nuk thot që Zoti s'pas ka rahmet për mu, ma devijoj djalin. Nuk thot për këtë djalin tam nuk ka udhëzues, sa Zoti s'ka shka e bën këtij, Allahu na ruaj, që një fjalë shumë e keq është del nga gojët e disa njerëzve që thojnë s'ka Zot që e kthen këto në rrugën e Zotit. Ose Allahu na ruaj, s'ka Zot që e bën këtë punë. Jo vëllazër. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allahu
është i gjithë pushtetshëm dhe i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Për këtë arsye, nëse dikush ka mendim të mirë se Allahu do ta kthej fëmijën tam në rrugën e tij, do të kaloj kjo sprovë, kjo fazë dhe Allahu ka më udhëzu fëmin tam, ose ka raste që njerëz janë sprovuar shumë me borxhe, nuk thojnë se ku me Zoti s'po ndihmon, po thojnë kjo është sprovë e Allahut. E Allahu padyshim që borxhet që i kam me i kalu dhe kam me i pagu për mua. Dhe Allahu ka premtuar që kam ju përgjigj mendimit të mirë. Prandaj e kuptuam që për çdo hall dhe për çdo breng që kemi në jetën e kësaj bote, të mendojmë mirë për Allahun subhanahu wa taala. Nga sa Allahu po thot në Kur'an: "Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wash-shahadati huwa ar-rahmanur rahim." Ai Allahu është një dhe i vetëm. E din atë që është e dukshme dhe e padukshme, është mëshirues dhe mëshirëplot. Inna wa'dallahi haqq. Më të vërtetë se premtimi i Allahut është i vërtetë. Dhe Allahu thot në Kur'an: "Wa kana haqqan 'alayna nasrul mu'minin." Dhe Allahu e ka obligu veten e tij që t'ju dalë në ndihmë besimtarëve. Dashur vëllezër, mendimi i mirë për Allahun është begatia më e madhe në këtë dynjë si shtrëngum. Po gjithë e dim se ndonjëherë ka raste të vështira që me mendu mirë për Allahun është pak sfiduese. Nga se padyshim edhe imani dhe çdo pretendim në jetën e kësaj bote padyshim që duhet mu testu dhe mu provu. Thot Allahu në Kur'an në surën Al-Ankabut: "E hasiba an-nas", a mos valli kanë bëu gabim llogarit njerëz? A mos vall mendojnë njerëz me thonë kina besu, wa hum la yuftanun, e Zoti mos më u provu besimin? Mu paskon xheneti vëllazën që këtë njerëz kanë me hin xhenet vetëm duke thonë se janë besimtar pa u provu, nuk e di a kishmet kush pa hin xhenet. Edhe të në vendin tonë, mashallah, këtë janë besimtar dhe këtë i kishin pas gjyshat haxhi. Unë e kam zemrën e bardhë, unë e kam zemrën. Mu paskon kështu, këtë ishim hin xhenet. Po Allah o thot besimin, Zoti kam ju provu. A mendoj njerëz me thonë kena besu dhe mos me ju testu besimin, wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Ju kena testu fjalë që i kanë thonë edhe atyre që kanë qenë para juve. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Nga se Zoti do të çet në pa besimtarin e vërtet dhe do të dallojë nga ai që është gënjeshtar. E për të tregu mendim të mirë në Allahun, padyshim që kena mos provu. Nga se me thonë po Zoti është i mirë, po elhamdulillah, po provu është më lehtë. Ndërsa ku të sprovohemi, që gjithemi sprovu, me sprovat ronda, aty matet se sa kemi mendim të mirë për Zotin. E kështu e ndodhi edhe sahabëve shokët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pas betejës së Uhudit, u mblodhen disa nga njerëzit duke u mundu t'i frikojnë besimtarë dhe u thanë: "Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Në Uhud i patën disa disvata dhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u plagos dhe shumë prej sahabëve u vranë. Dhe besimtarët pak ishin të hutun. I thanë: "Kur gjos ju ka gjetë në Uhud, sa shumë njerëz janë mbledh kundër juve me ju sulmu, prandaj keni frikë." E tash këtu matet mendimi i mirë për Zotin dhe mbështetja e vërtetë e besimtarit që e ka në Allahun. U qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ata thanë një fjalë përballë kësaj frike që munduan që t'u afosin në zemrat e tyre. Thanë: "Na mjafton neve Allahu dhe sa mbrojtës i mirë është ai." Dhe Allahu po tregon se ai u shpërblej mendimin e mirë që e kanë pas për ta. Në ajetin vijues: "Fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadl, lam yamsashum su." Ata e arritën kënaqësinë e Allahut edhe arritën begatit mëdha prej Zotit duke mos i goditur asnjë e keqe. Ky është mendimi i mirë besimtarëve, dhe pse në raste shumë të rënda menduan mirë se Allahu do t'i mbrojë, do t'ju mjaftoj, do t'ju dalë ndihmë, edhe pse ishin shumë armiq, ju mbështetën Allahut, patën mendim të mirë për Zotin dhe dulen triumfues, dhe Allahu po tregon: "Lam yamsashum su wattaba'u ridwan Allah." Nga sa ata ishin të bindur në premtimin e Allahut dhe arritën kënaqësinë e tij. Nëse ndalemi të shohim disa nga pejgamberët e Zotit, të shohim shembull se si besimtarët duhet të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Nëse shohim Ibrahimin alayhis salam, kur populli i tij e futën në katapult ta hudhnin në zjarr, e tha një fjalë të madhe,
para momentit më kritik duke thënë hasbi Allahu wa ni'mal wakil, mjafton mua Allahu është më i miri mbrojtës. Ka qenë i bindur se Zoti është një dhe i vetëm dhe është i plot fuqishëm. Para zjarrit vllazën që e kanë gjujt me katapult nuk kanë pas mundësi as mu afru te zjarri. Tha mu mjafton Allahu është më i miri mbrojtës. S'kam derta është zjarr, është humner, është det. E din Allahu çish më shton pikë sikleti. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dhe ne i tham zjarrit o zjarr bëhu i ftoft dhe shpëtim për Ibrahimin. Oj po zjarri është i nxehtë për ta shqysh Zoti me bot ftoft. E kush ka kriju zjarrin? Po Zoti e ka bo. Ai që e ka bo zjarrin e nxehtë me dasht, a ka mundësi me bot ftoft? Po, o kriju muhabetin. Jemi besimtar dhe besojmë ato që Zoti e ka shpall. Besojmë se Zoti ka kriju 7 polçe dhe 7 paltok, e ndron ditën dhe natën, e kur të vjen puna, mi lexohet te Kur'anit. Themi çysh mi bo Zoti zjarrin e ftoft, po bën të ftoft vllazën, nga sa e ka kriju subhanahu wa taala. E prej sifateve të besimtarëve, walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Besimtarët vërtet janë ata që thellësisht besojnë në ajetet dhe në argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Yusufi alayhis salam dhe Jakubi alayhis salam në surën Yusuf, tregimi më i bukur që në shtregu në Kur'an. Yusufi alayhis salam, një djalë që Allah i kishte fal bukurinë të madhe, vëllezërit e tij dëshirojnë ta vrojnë, pastaj caktimi i Allahut zbret, e hudhin në një pus, del nga pusi, futet në burg, del nga burgu, bëhet ministër. E baba i tij Jakubi alayhis salam gjatë gjithë kohës sa mungonte Yusufi alayhis salam, në kohën ku mas shumë ti kishte nevojë për to ta përkthel ta kishte afër, vazhdimisht shpresonte se Zoti ka më kthy Yusufin alayhis salam. Çysh ja kthen Allahu e din. Unë mendoj për Allahun se Allahu ka më kthy Yusufin alayhis salam. Nuk e di matematikën e Zotit. Dhe Allahu te baraka wa taala po i përgjigjet fjalës tij kur tha asallahu an yatiyani bihim jami'a. Shpresoj tek Zoti se Allahu do të më kthej Yusufin dhe vllahun e tij së bashku. Jo vetëm që ja kthej, po ja bëni djalin mbret dhe ministër dhe gjithë i boni pjesëtar të familjes së Yusufit alayhis salam që tani më ishte mbret. Nëse ndalemi ta kujtojmë Yunusin alayhis salam, i cili u largua i zemruar nga populli i tij, u hodh nga ania dhe u fut në barkun e balenës. Në 3 errësira kemi thonë disa herë vllazë. Ishte në thellësinë e barkut të balenës, në thellësinë në errësirën, pra në thellësinë e detit që ishte shumë errësirë dhe në errësirën e natës. Edhe sikur dilte nga barku i balenës kish më mytën ujë. Edhe sikur dilte në sipërfaqen e detit me gjaz do të mbytej nga se ishin mes detit. Pa të mendim të mirë për Allahun duke thënë la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalin. S'ka zot tjetër përveç teje. S'ka kush më bën më rrugdalje tjetër pas teje. As i gjallë as i vdekur. Dhe Allahu te baraka wa taala thot fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham. Përdejso Yunusi alayhis salam pa të mendim të mirë për neve, ju kemi përgjigje atij dhe kemi shpëtuar prej tmerrit. Dhe thot wa kadhalika nunjil mu'minin, dhe kështu i shpëtojmë edhe besimtarët prej çfarë do brenge që kanë me një kusht. Nëse janë besimtarë, mbështeten tek Allahu subhanahu wa taala dhe mendojnë mirë për Zotin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Pafund të falenderojmë Zotin për çdo begati që e gëzojmë në jetën e kësaj dynjaje. Dërgojmë shumë salavate Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, mbi shokët e tij dhe me gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij me ndershmëri deri në ditën e fundit. Dashur besimtar, secila begati në jetën e kësaj bote kërkon mund dhe përpjekje për të arritur. Për këtë arsye dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte lakmi dhe kuptoi se ishte pozitë e lartë me të menduarit mirë për Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye nuk u mbështet në forcën e tij, po e lutte Zotin me një dua shumë të bukur që e këshilloi veten time dhe juve ta mësojmë. E lutte Allahun që ai t'ia mundsoj të arrijë këtë begati që është menduarit pozitivisht për Allahun subhanahu wa taala në çdo gjendje. E luti Zotin duke thënë Allahumma inni as'aluka at-tawfiqa lima habbika min al-a'mal. O Zot, ti mundësoma mu
që të kem sukses në realizimin atyre punëve që ti i dën. O Zot, jepëm sukses që të punoj punë që ti i dën. Wa sidqi tawakkuli alejk. Po të lutë në o Zot, mundësoma që për një matë më pështetna të këte. Mundësoma që për një men zemër jeme të jetë lidhur me ty, o Allah. Wa husni dhanni bik. Dhe mundësoma, o Allah, që në çdo gjendje të mendoj mirë dhe pozitivisht për ty. E nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutë Allahun që ai t'ja lehtësoj mendimin e mirë për Allahun, e kush jemi ne të mos ta lutim Zotin. Prandaj lutim Allahun te barekuhu teala që të na jap sukses që ta praktikojmë çdo punë të mirë që na afron tek Zoti. E lutim Allahun që të na lidh zemrat tona fort me të dhe me të vërtetë mbështetemi Allahut dhe lutim Allahun që të na mundsoj që në jetën tonë çdo herë të mendojmë mirë për Allahun subhanahu wa taala. Dërgojmë shumë salavate me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga se i dërguar Allahut po thot: "Man salla alayya salatan", kush dërgon një herë salavat mbi mua, Allahu me emrin e atij personi do të dërgoj 10 herë mëshirë me shpirtin e tij. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.